A mu një herën tjetër kur bleni letër tualeti ose letër kuzhine me ble këtë brand, prodhohet në fabrikën e parë të personave me aftësi të veçanta në Kosovë njerëz. Është fresia nga fondacioni Golden Eagle. Hajde ju njoftoj mrena çfarë pune bëhet këto. Një fabrikë si kjo, gjigante me thonë është për neve, si persona me aftësi të kufizume që na ka ofru këtë mundësi. Falenderoj pronarin e Golden Eagle, zotë që Paluçi na ka mësuar një punë shumë të lehtë, shumë të mirë. Njerëz, ajo ka interesu në herë që shprodhohet letra e tualetit. Që procesi? Qysh jendret? A je mirë? Qysh po kalon? Fresia Paper Factory, fabrika e parë, s'po thëm e letrës, po fabrika e parë që i ka krejt stafin me persona me aftësi të veçanta në Kosovë. Po, brandi Fresia, fabrika e themeluar nga fondacioni Golden Eagle, është fabrika e parë në Kosovë, e cila i ka 100% të stafit të gjithë persona me aftësi të kufizuar. Okej, që sa funksionon në treg? Në treg funksionojmë rreth 3 vite, kemi që funksionojmë në treg. Pej 2023-ës? Po, pej 2023-ës jemi në treg, nga muaj maj. Okej, qëto janë produktet, a? Po, që janë produktet tona, kjo është letër tualetit, që e bëni jo? Po, na prodhojna tonë letrën e tualetit, është të shtresore, është 750 gram, është të gjitha nga persona me aftësi të kufizuar, gjitha puna bëhet. Krejt puna, do me thonë, prej fillimi deri në fund. Nga fillimi, nga menaxhimi, prodhimi dhe deri dole në treg, e gjitha bëhen nga persona me aftësi të kufizuar. Qysh edhe shpërndarja, distribuimin në për pikat marketeve? Po, distribuimin në për pikat marketeve bëjmë na vetë me komba ku i kena persona me aftësi të kufizuar, se të qesim të herë çdo ditë. Wow, okej. Qëto është pika e prodhimit, a? Po, që kjo pjesa ku prodhohet letra, që tëne nuk kena të i kena 11 persona, të kena dhe maqinën e ambalazhit të kartonit, po për momentin me këto nuk kena të punu. Okej, a din e ndret me më kallëzu çka do me thonë kjo për komunitetin i fabrike tillë për komunitetin e personave me aftësi të veçanta në Kosovë. Do e marr parasysh edhe hapësira dhe kuadrat për punësim janë minimale nashta për këtë komunitet njerëz. Për këtë komunitet, si fabrike që në Kosovë për persona me aftësi të kufizuar, që jemi vetëm na, kisha me thonë që është një arritje shumë e madhe ose një vend i mundësive të secilit komune me orë ndoshta me dhënë mundësitë e veta, ku nuk ka mujtë një shfaq kërkon asnjëherë mundësitë apo talentin e vetë punës se nuk ja ka ofruar një vend. Okej. E pa të arsye ne jemi ata të cilët e kemi bërë part, ku secili nga të gjithë persona me aftësi të kufizuar mund me orë me punu, kanë orë, kanë një ndru, ka pas punëtor ndryshëm. E kallëzo me drejt sa është vështirë me gjetë punë në Kosovë si person me aftësi të veçanta. Unë nisa pjetës tem personale, unë nuk e kom pas problem, po në kohë dhe qysh jam me këta në stop, a dhe në kohë është e vërtet, është e shtirë se na kemë persona që asnjëherë nuk ka punu i ka rreth 45 vjetë, asnjëherë për të parë ka gjetë dhe një punës tëna. Përshëndetje, si jeni? Qish po kaloni? Qish po ecë mirë? Çka po bëni tash paketimin, a? Po, paketim, po. Okej. Qëret, pe atyjet po vekan, sa interesant. Tani krejt binë që të. Dikojna që është për para, për bika ma shumë me punu, po mdo këta. Që është nullë se të parë. I ndimujna krejt. Po, normal. Okej, sa është sfidu se kështu si punë, sa është e lëllshme? Jo, heq, së është e lëllshme. E kem ullë. Ullë, ka dalë, dole. Ka dalë, po. Kushtet në fabrikë të qysh janë? Shumë mirë, shumë. A janë të mira? Shumë. Nëse si janë të mira, ka vëzëm, në stani. Për besë janë shumë mirë, po, vallaj. Elme, qysh je? Që e bërëm qysh Qish po jetë? Mirë? Mirë, vallaj, Ka shumë. sa copa ishteni me një komplet? Ka 10. Ka 10, a? Okej. Që kjo është puna jote e parë, Po, Ilme, këtu a? ja kom një spe fillimit puna jam e parë qëtë. A e ke pos sfidu se me gjithë punë më herët para se me u hop kjo fabrikë? Po, valla, bëllë problem më konë. Do me thonë, S'kom gjithë heqë se. jo, a? E pa mundër, do me Pa thonë. mundën. Zonjë, jo qa po bëni këtë? Jo, opa, e ta prisha po Ja, më së prishe. Po e mbylli paketimin, o ne? Hajde knej. Pe mbyll paketimin këto, a? Po. Okej. Par procesi më në këka? A pe kish tjetë? Jo. Jam mësu. Kena Që sa mësu punën punën këto? edhe pak e kena të përshtatshme, pej hapjes.
Prej hapjes, a? Që 3 vjeta? Që 3 vjet, prej A hapjes. është puna jote e parë në ikon, a ke punu edhe ma herët? Kom provu dikon s'm kanë marrë hiç. Jo, a? Jo. Shumë kom kërkune për institucione më punësu, po e ku pas të pamëshme. Pa mundër, a? Po. Për shkak të situatës që e ki me dorë? Nuk e dine se ka ndiku situata me dorë apo diçka tjetër, po ka qenë problem për neve shumë më punësu. Si persona me aftësi të kufizume. E çka do me thonë për juve një fabrike t'il, ku mbledhen i ketë bashkë, do me thonë komuniteti ju, jeni të konsum, jeni... Një fabrik si kja, gjigante me thonë është për neve, si persona me aftësi të kufizume që na ka ofru këtë mundësi. Shumë e falenderojmë Fondacionin Golden Eagle, që na ka dhënë këtë mundësi me punu, edhe më bërë pavarur për mas pari për vetën tonë, tani edhe për familjen. Sa është kapaciteti i prodhimit në fabrik? Kapaciteti i prodhimit në fabrik është rreth 1300 pakë në ditë. 1300 pakë në ditë? Rreth 1300 pakë në ditë që se bën. Okej, a ka është tërkesa më e madhe, është se me thonë e mjaftueshme sa për... Jo, kërkesa është më e madhe, si speciale edhe nuk kena stok as nitro, kërkesa është më e madhe, jemi në rritje këtë vit rreth 70% nga viti kaluar. Okej. Po e së shpejti jena tu mendu që me rrit edhe linjat e prodhimit, me shtu edhe produkte të reja në teg, edhe linja më të automatizuar. Okej, sa jeni të kënaqur me, a keni gjetë bashkëpunim me rrjete dhe kompanitë marketeve në Kosovë, sa kanë qenë të hapur me bashkëpunu me ju? Me shumicën kemi bashkëpunu, me disa jo, ende jemi në bisedime sene, po shpresojmë se shpejt dhe bashkëpunojmë me kaj. Jo, kjo është pjesë a londës parë, e cilën e importojmë nga Turqia. Nga Turqia? Nga Turqia, e cila vendosët këto, edhe janë një prodhimit përpunohet dhe letra. Janë toalet, kuzhinë, edhe janë lërodhë industriale. Njerëz, ajo ka interesu në herë që shprodhohet letra e toaletit. Që procesi? Kjo është landa e parë. Qëre ku futet? Qka i bën kjo maqina këto? Po, kjo është landa pani edhe hapet, domethënë hin 3 shtresa. Hin 2 shtresa poshtë, dësa një shtresin nalt. Okej. Hin ata valak të maqinës apo rrulla që themi, edhe ngjitën me ngjitës. I për dizajni del në pjesën tjetër ku bëhet rrolla përfundimtare, prejet, edhe del anena për produkt final. Përshëndetje, a e lodh? Qysh po jetë? Mirë shumë. Mirë? Mirë. Qka po bën këto? Rregullojmë hizbën për përgatitin për Okej, qysh i thojnë kësoj? hizbën. Izne, a? Kjo e mbon, do me thonë vojtë si... Okej. I letrës. A e lodh? Jo. Jo. Sa është sfidu, sa është e lodhshme si punë? Jo, puna është shumë e lehtë, kalojmë shumë mirë. Apo? Po, lehtë është shumë puna. Kushtet, a janë okej? Kushtet janë shumë të mira. Apo? Të falenderojmë pronarin e Golden Eagle, zotë isha që Paluçën e ka mësuar një punë shumë të lehtë, shumë të mirë. Dhe kalojmë shumë mirë. Sa u konë sfiduese për juve me gjithë punë në Kosovë? Konë shumë e vështirë, po për fat mirë, zotë isha që Paluçi ne mësoi këtë punë të mirë dhe me punu shumë. Tash ti do me thonë që të janë të u prodhu, po paketohen, po shkojnë atë gati për distribuim me u bo. Tash ti piktuhet, Piktu i këto shkojnë direkt për distribuim. kush i bord këto, kush është shofer, kush i qënë? Shofer është ajoli atje, Apo? po i cili e merë pionierin, Okej. po i merë dhe vjen në momentin që vjen kombi, apo kamioni, cili na vjen, i ngakojna dhe i distribuojna na për depo tona. Sa në pi depo vdolin në ten. Kanë pej depov në trega? Po, se kena 3 depo në 3 lokacione Okej, qojna, Lipjan në shë kanë sëri, këtë 3 aty furnizojna, ata një kena agenta që del pej atjet, dhe për këtuit. Okej, e qysh janë çmimet e po voli për çmimet në treg, do me thonë, sa shkojnë? A variojnë prej? Variojnë për çmimeve të ndëshme, nështë nuk kena as për mashtajnë, po nuk kena as për matjeve. Okej. Jem një fa mesatore, Mesatore, po jem një okej. fa mesatore, më njohë me cilësin me pas numër 1, do shta për vetë cilësis që më njohë me mja bo, misionin fresia që është si brand... Kauza e fresis Kauza e fresis shenjtë. është këtë tjetër. E vërtet, e vërtet. Që është si brandi... 15 punëtor. Po, aktualisht. 11. 11 punëtor, okej. 1800 paketime në ditë. 1800 paketime në ditë, rreth 1300, 1400 vaje për ditës që na shkon procesi prodhimit. Okej. Po, që se folën për që paketim, se folën edhe për paketimin e kuzhinës, Aha. shkon atë në 2500, 2600, 2700. Bëjmë kjo është jeta për shtetet që na të nisë për distribuim. Përdohet për spitale, përdohet për hotelëri, për Okej, ndeshme për përdojnë, po. Okej, letra është gati për distribuim.
tash po vendoset në këmbi njerëz, Fondacioni Golden Eagle, shout out Fondacionit Golden Eagle për këtë projekt jashtëzakonshëm. A janë edhe mjetet me kushtet e duhuna për Me kushtet e duhura, të gjitha janë sipas ligjit për persona masiv të kufizuar. edhe mjetet? Po, janë me ndrosë shpejtësive automatik, janë me gjitha standardet që kërkohet për persona masiv të kufizuar e kemi mjetet. Okej. Tani, Tashti, nëll, te, e kryve, tashti? Në teren me dalë. Në teren, ku kime shku, ku kime Në për shku? marketa, qështë. Shtrafë, Okej. Në për ordinanca Okej. private në për. Okej. Kalofsh një ditë sa më të mirë, Noli. Faleminderit, respekt për Suksese. Hajde, hajde, tëng. Letra u prodhu, lënda e parë ardh për Turkis, u prodhu për shtretër, u fut në këmbi, tash për nisët këmbi me i shpërndo në për pikat relevante, produktet e Fresia Factory, tash e mas ku të shene, do me thonë brendin Fresia, dijeni çka përfaqëson, dijeni ku prodhohet, edhe dijeni kush e ka themelu, edhe si me thonë personeli që punon këto e gjana dhe kauza që këqyr me shty për para. Që kjo është Fresia njerës, kjo letër kuzhine, do me thonë, që rëmërë farë dizajnit mirë. Na kur i blena, din qka heke, do me thonë, të i kopë që shto ka 4, të i mojtë në dorë, se nuk shtien në kese këto, po këto kam fantastike, do me thonë, dizajn tepër praktik. Letër kuzhine, që ka shprej me njerës, prej Fresia Factory, fabrikës sport që ka personel 100% të personave me aftësi të veçanta që prodhohet në Kosovë e themelumet, krijumet, ndërtume prej Fondacionit Golden Eagle. Unë jëmë për pasole, mos harroni me që ta mërë në gjenin këtë platformat, siguroni një follow me ma po.